zemër të Mallakastërës, aty ku rrënojat e qytetit antik të Nikajas vazhdojnë të fshehin histori mijëra vjeçare. Një zbulim i rastësishëm solli në dritë një tjetër dëshmi të rëndësishme të së kaluarës. Një varr monumental, i ndërtuar me bloqe guri të punuara, u zbulua rastësisht pranë banesave të fshatit Klos, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e specialistëve të arkeologjisë. Faleminderit që keni ardhur për këtë punë dhe ju falenderojmë. Unë aktualisht punoj usta. Edhe këtu janë shtëpitë e Xhaxhait. Edhe Xhaxhan e ndihmoj se kam gjakun tim. Edhe do mblidhja gur për të shtruar një dhomë për të hedhur beton. Edhe duke mbledhur sa gur atje me një levë të vogël, dëgjoj një zhurmë, duk zhurmë. Më jepte një zhurmë si bosh. Në kohën që me një kazëm të vogël, shikoj që më del një gur në formë e gëdhendur. Thash, diçka është. E shkojmë që ajo ishte diçka e punuar. Po duke që ishte punim i vjetër. Si gur arkeologjik, dikush e kishte punuar. Thash, diçka është. E zbuluam, e pam që ai ishte varr. Aktualisht nuk ishte asnjë gjë. Thjesht dhe mua kishte kaluar në sit, dhe u imt, edhe më ishte në sit, gati ta qeramika të vogla, si gati si filxhan, po të thyera, jo të prishura, të dëmtuara. Jo, nuk ishte asgjë. Asnjë lloj metali. Pas njoftimit të institucioneve, në zonë bërritën specialistë të arkeologjisë, të cilët dokumentuan gjetjen dhe nisën verifikimet. Brenda varit nuk u gjetën objekte me vlerë materiale, por fragmentet e qeramikës dhe vetë ndërtimi i tij u konsideruan dëshmi me rëndësi për historinë e vendbanimit antik. Sipas arkeologëve, vari i përket nekropolit të qytetit antik të Nikajas dhe daton rreth shekullit të 5 para Krishtit. Mbas disa kohësh, këtu një bashkëfshatar im Gjetnor Çanaj që ka studiuar në Itali për arkeologjinë, më thoshte që unë punoj për këto dhe shikoj që po bën disa vizatime andej, thash ore, ka dhe një varr vilavant. Ku tha, edhe ja tregova atij, ja bëri ato fotografimet, e vizatoj ku çfarë bëri punët e tij ai. Janë njoftuar këta të arkeologjisë, edhe ne kanë bërë për Xhebalin, ne kanë parë, kanë ardhur shumë këta të trinj. Ajo është ashtu siç ka qenë. Edhe sot nuk është shëmotur, edhe ne gurin nuk e thyem. Për ta ruajtur sepse kjo është një monument i kulturës lashtë. Banorët e zonës kujtojnë se kërkimet arkeologjike në këtë vend janë zhvilluar dekada më parë, ndërsa prej asaj kohe, ndërhyrjet kanë qenë të pakta. Megjithatë, ata kanë zgjedhur ta ruajnë varrin ashtu siç është gjetur, duke mos lejuar dëmtimin e tij. Për ta, ky monument nuk është vetëm një objekt arkeologjik, por një pjesë e identitetit dhe historisë së fshatit. Ky ishte zbuluar varri këtu. Edhe vinë disa punëtor, një punoj si arkeologji, sa arkeologa se di, po i shkolluar, edhe më thotë që duaj një punëtor që të ketë punuar me Skënder Moçën apo me Nitan Cekën, që të ketë punëtor që të ditë na shpjera aty te varri ta shikojmë, ta vëgjisim. Kam punuar me Llas Papajanin, me Skënder Moçën, me Nitan Cekën, ja di asaj punë. Edhe erdha këtu, i thash që varri është i vjetër, shumë i vjetër, edhe i ka të tëra pjesë e mbylljes,
se është me port, me derë të gurtë skalitu. Më thanë që na vish, thash unë jam larguar në punë, nuk të vish punosh 2-3 ditë, nuk kisha ca punë bujqësie, nuk arrinja do të vinja, më prish shumë punë. I mësova, i thash ata pjesët janë të varrit është i rregullt, i ka edhe mbylljen e të tëra, i ka të gjitha ato. I mu thashte, nuk erdha do të me, po i mësova ata, i tregova të gurt, gurin e poshtme, atë gurin tërkendës që është nga brenda, atje është në vend. Edhe është i rregullt, është ruajtur, nuk është prishur asë. Në atë gjendje që e kanë zbuluar atëre, ata punëtorët që janë gjendje, në atë gjendje është. Po arkeologjia e një kaja e Klosit është me vjetër, gati 500 vjetë mos me. Si ushtua popullësia ka nikur që ushtua Byliusi, po është me vjetra. Këtu është punuar në 68-ën, 70-ën. Ishte djaliria të në Ritani që kanë ardhur, student. Ja atëherë nuk është bërë me dorë, është bërë një pastrim, por nuk është punuar fare, nuk është. Studiuesit kanë ngritur prej kohësh hipotezën se Nikaja, ose Klosi i sotëm, ka qenë vendbanimi i parë i kësaj zone. Me rritjen e popullsisë, një pjesë e banorëve u zhvendosën drejt qytetit antik të Bylisit, i cili më pas u kthye në një nga qendrat më të rëndësishme të Ilirisë. Edhe sot, çdo gur dhe çdo zbulim i ri në këtë kodër duket se plotson mozaikun e historisë së lashtë të Mallakastrës, duke dëshmuar se nën toka e saj vazhdon të ruaj thesare që presin të zbulohen. Ata kanë ardhur, e kanë bërë proceduraljet, e kanë fotografuar, e kanë monitoruar, edhe është në ruajtje. Edhe ne sot dhe këta dite, atë monument që është aty i kulturës lashtë, ne nuk e rëmojmë. Sa i vjetër mundohet jetë varri? Mund të them ai mund të jetë para erës tonë, thonë ata, po kur është krijuar Njakaja. Është shumë e hershme. Më vjetër nga Bylit? Mi vjetër, po, është mi vjetër, se pas atyri thonë ata që këta janë të zonës tu ka shkojnë Bylis. Ata janë që ka shkojnë atje. Si pas dhenët atyre, se jo se jemi ne kompetencë për punë. Varri i lashtë i Nikajas mbetet një dëshmi e çmuar e qytetërimit që lulëzoi në këtë trev më shumë se 2500 vjet më parë. Banorët shpresojnë që ai të jetë pjesë e studimeve të mëtejshme dhe të marrë vëmendjen që meriton, si një pasuri e rëndësishme e trashëgimisë kulturore shqiptare.